Deputeti i partisë Guxo në koalicion me vetëvendosjen Nezir Kraki ka dalë me një propozim për ndryshimin e sistemit të zgjedhjes së presidentit në Kosovë, duke sugjeruar që kreu i shtetit të zgjidhet drejt për drejt nga qytetarët për një mandat 5 vjeçar. Pas analizave të sistemit kushtetues në vend, Kraki ka deklaruar se forma aktuale e zgjedhjes së presidentit nga kuvendi ka prodhuar situata bllokuese dhe tensione politike, të cilat sipas tij kanë qenë në dëm të funksionimit institucional të shtetit. Ai propozon që Kosova të ndjek modelin e Maqedonisë së Veriut, ku presidenti zgjedhet me votë drejt për drejt nga qytetarët e vendit. Sipas Krakit, një ndryshim i tillë do ta çlironte postin e presidentit nga pazaret e mundshme politike dhe do ta depolitizonte atë, duke e larguar përfundimisht nga konfiguracionet bllokuese që shpesh kanë shoqëruar procesin e zgjedhjes në kuvend. Propozimi i tij pritet të hap debat të gjerë politik dhe kushtetues, aq më tepër kur Kosova ndodhet vetëm 10 ditë larg zgjedhjes së presidentit të ri. Një ndryshim i tillë kërkon gjithashtu amendamentim të kushtetutës dhe konsensus të gjerë politik, ndaj pritet se çfarë vendimi do të marrë politika kosovare në të ardhmen.